Ky mural këtu, që është i vendosur në zemër të Prishtinës, është një akt i kujtesës dhe i respektit për të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky mural është nderim për çdo grua dhe burr që mbijetoi këtë krim të tmerrshëm të luftës. E përgëzoj edhe një herë presidentin Jahjaga për këtë iniciativë, për cilën jam shumë i lumtur që ne si kryeqytet kemi pas mundësi që sadopak ta mbështesim dhe t'i japim hapësirë kësaj pjese të historisë sonë të përbashkët. Ky mural do të mbetet këtu për gjithmonë, që edhe kalon për secilin që kalon, pra ka me pas një kujtesë shoqërore, një kujtesë kolektive në për të cilën ne si shoqëri kemi kaluar dhe tregon që sakrifica këtyre të mbijetuarve të dhunës seksuale është vetë themeli i paqes, i lirisë, i demokracisë që ne sot e gëzojmë si qytetarë të kryeqytetit e të gjithë Kosovës. Këtë mural i cili nuk është vetëm si mural, por ka kjo një domethënie të veçantë, sepse akt i dinitetit, është një akt i kujtesës, është një akt i përgjegjësisë ndaj të vërtetës sonë, sepse 27 vite më parë, kur neve kemi trashëguar shumë pasoja të luftës, neve kemi trashëguar edhe mbi 20.000 gra dhe burra ku trupi tyre është shndruar në fush betej, ku dhunimi është përdorur si mjet luftës ndaj qytetarëve të pafajshëm të shtetit ton. Pas nesh është edhe një dushmi publike, një kujtesë e gjallë dhe një thirrje që historia jon të mos harrohet, që historia jon të mos heshtet. Gjithsesi qytetar i Prishtinës, secili vizitor, secili turist, secili njeri që do të kalojë në këtë rrugë apo në rrugët e qyteteve të tjera të Kosovës, do t'ja kushtoj 1 minutë për të menduar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Kam përmendur edhe shumë herë, por derisa ne këto 27 vite kemi gëzuar lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë, në mendjen dhe shpirtin e këtyre të mbijetuarve, ende lufta është shumë prezente. Ka qenë një përgjegjësi morale dhe shtetërore, ka qenë një premtim të cilin kam dhënë në takimin e parë, në javën e parë të zgjedhjes time në vitin 2011 si presidente e Kosovës, dhe që nga viti 2011 e deri më sot edhe në të ardhmen nuk kam pushuar dhe do të vazhdoj në mënyrë aktive që të punoj derisa zëri i fundit i të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës do të vendoset në sipërfaqe dhe drejtësia do të merr fjalën e fundit.